E vërteta është se gjithmonë unë kam qenë shumë i ngarkuar me aktivitetet e mia dhe që të marrësh përsi për të jesh në një festival duhet të lesh shumë gjëra të tjera dhe duhet të shkëputesh nga ajo jetë që ti bën për ditë. E kupton, rastësia domethënë ishte përsëri sepse edhe në festivalin e madh që kam qenë me kur më ftovi Vera Grabocka, me shumë luftë, me ashtu e gjeta kohën dhe aty për të shkuar, pavarësisht se la shumë gjëra tjera mbrapa. Së është impenjative, njerëzit nuk e dinë, janë provat 2 javë në pallat kongresesh, pra njerëzit mendojnë që është thjesht ajo dalja aty, po ka shumë punë për artistët. Kur fillon viti, im është gjithmonë me data të zana dhe domethënë unë s'programoj dot kupton se në çfarë date do jetë festivali dhe pastaj do zhgënjedhe ata që ju kam premtuar edhe ju kam thënë që do jem në aktivitetin tuaj. Tani unë disa gjëra të mira do t'i them për ty, jo se të kam shok, por në fakt në ka diçka që Gena e ka ADN personale është korreksia. Kështu që të gjitha raportet në eventet, dëgëzimet familjare, edhe kur ftohen në program tha Ermal do vi patjetër te ty, po në çfarë date, në çfarë ore, kështu që kalendarin e ka personal. Por në fakt shija e fundit, unë e mbaj mend kemi qenë bashkë para atij kongreseve në Festivalin e Këngës në edicionin që ka bërë Vera, njeriu edhe ngarkohet. Ka shumë këngëtarë që nuk marrin atë që i takon dhe thonë unë me festivalet nuk rikthehem, të paktën lufta bëhet ai festivali i madh i këngës, ti e di. Mbeti si gjithmonë një dritare e hapur që unë mund të shkoj në festival, pra si e ka parë si artist Gena festivalin? Dëgjoj, festivalet janë shumë të bukura. Janë edicione që për çdo artist janë të domosdoshme të jenë. Megjithatë, varet sa kohë ke ti për të qenë korrekt me pjesën e festivalit. Se në qoftë se ti do ish me atë tendencën që do sjellësh një material të bukur dhe do jesh dinjitos për sa i përket këngës ose ashtu, duhet të jesh korrekt me të gjitha gjërat pastaj. Edhe kjo është ajo që unë s'kam marrë pjesë sepse sa herë s'më ka lënë koha, s'më ka lënë aktivitetet, s'më ka lënë puna. Edhe jam detyruar domethënë që të jem selektiv, domethënë edhe kjo është rasti i dytë, domethënë që jam me Rovenën në Kënga Magjike. Ti shkon te Kënga Magjike. Në fakt, kur shohim Sanremon, Gena ka shumë artistë në moshë të mëdhenj, po edhe me shumë vite që i rikthehen garës. Duket që në Shqipëri artistët si ty e kolegët tu e kanë pak me skepticizëm për të thënë që s'është mosha jonë për festivale. Mendon që një artist nuk duhet ta limitoj veten festivale? Mendoj se artisti nuk ka moshë. Dhe e them këtë me bindje sepse arti është gjithmonë pa moshë. Në qoftë se ti je artist dhe sa herë do sjellësh diçka të bukur, mbetesh i ri gjithmonë. Okej, kështu që nuk ka pengesa për të thënë jam apo nuk jam. S'ka pengesa, unë mendoj që s'ka pengesa. Mirë, ta dëgjojmë pak këngën, dua ta shohim e ta dëgjojmë sepse është një nga më të komentuarat online. ADN, jam i bindur që ai në mos nuk e shikon më veten pas daljes, po edhe kur e shikon gjen detaje më pëlqen, s'më pëlqen, është perfeksionist. Si është kjo performanca tani që mbaroi ajo emocioni i qirimeve? E kuptova çfarë do të thuash. Defekte unë gjej gjithmonë. Prandaj, e di. Sepse, për shembull këtu, Rovena për mua ka qenë shumë mirë, domethënë me komunikimin. Edhe ti je shumë mirë, mos e ul vetes tani. Por duhet isha, domethënë, më i fokusuar me Rovenën. Ja, më shumë mirë, jetë energjia, mos e ngarko veten. Aq më tepër duket që të dy e mbizotroni skenën për shkak të viteve që keni e karrierës. Patjetër, janë vitet, plus edhe Rovena është këngëtare fantastike, edhe unë gjej rastin ta përshëndes nga këtu, edhe t'i uroj dhe asaj shumë suksese. Tani, ishte po ashtu një surprizë shumë e bukur bashkëpunimi yt me Rovena Dilon. Kur ula për të googëlluar pavarësisht se jetën tënde artistike e di përmend për shkak të energjisë dhe marrëdhënies që kemi me njëri tjetrin, po që një artist për duete i ke pasur ti pothuajse me të gjitha djemtë e vajzat e showbizit. Edhe me ata që sot janë diva, ndoshta bëjnë sikur e kanë haruar Ermalin apo Genën, po faktet janë aty. Domethënë, duetet i ke pasur gjithmonë të tuat. Me Rovena Dilon ishte një surprizë e bukur edhe në kuptimin e dinamikës, identitetit që keni të dy, Rovena një zonjë e skenës. Jeni bërë bashkë di në një backstage, keni mbaruar një koncert dhe keni thënë pse jo. Ma trego pak energjia, sa e rëndësishme ishte për këtë këngë. Atere, neve ishim në një edicion në një televizion që kënduam një këngë greke, ishte Nata Greke, edhe pash që kishim një kimi shumë të mirë vokale me njëri tjetrin. Dhe vendosëm të shkojmë në studio për të provuar diçka për Rovenën, jo për mua. Okej, pra, të bëjmë një material të bukur, të mirë për Rovenën. Për Rovenën.
A kupton? Njëkohësisht, mbas 2 ditësh, unë mendoj një melodi shumë të bukur, edhe ja tregoj Rovenës, ja tregoj dhe orkestruesit, shkojmë në studio, i pëlqevi shumë Rovenës, i pëlqevi shumë dhe orkestruesit, ajo vendos të bëj tekstin. Ose Rovena një tjetër armë të fort ka tekstin. Ka armë të fort tekstin. Gjua shqipe e Rovena është perfekt. Krijovi ka nga një magji dhe na dha shumë frymëzim për momentin, se në momentin që vjen dhe teksti, bashkohet me muzikën, me orkestracionin, atëherë kupton që kënga është e bukur. E kupton? Në momentin që nuk ec, ajo s'është këngë e mirë. Ka momente tilla, Gjena, që ti për shembull me Ermalin, ke bërë një këngë në studio, s'të kanë gjitur dhe nuk e guxuar publikosh, ka shumë këngë që flejnë në studio dhe s'bëhen kur publike, ja fal vetes të intuitën për thënë që kjo këngë Ermal ndjej që do bëhet. Kjo këngë s'do eci më mirë të mos e bëjmë. Shiko. Mund të mbesi një bashkëpunim edhe në studio pa u bërë publike? Ka. Unë për shembull kam shumë këngë që kanë mbetur në studio. Okej. Për të vetëm në arsye sepse prodhoj shumë dhe nganjëherë bëhem konfuz. Bëhem konfuz për atë që e bëj dhe pastaj nxjerr diçka më të bukur dhe ajo mbetet në arkimin e studios. E kupton? Megjithatë, unë i quaj të gjitha këngët e bukura sepse kanë momentin e caktuar dhe emocionin e caktuar. Çdo këngë bëhet me frymëzimin e momentit. Dhe materiali ju bindi, Rovena shkruajti tekstin e bukur, ti dhe shpirtin tënd tek melodia dhe jo vetëm, erdhi ky material. Po. Te kënga magjike do të çojmë këngën. Rovena ka histori suksesi në festival, për ty është era e parë, mos gaboj? Për mua është era e parë që jam në kënga magjike dhe aktualisht neve këtë këngë kishim menduar ta bënim klip. Okej. Si ishte për edicionin, për këngën magjike, që është me të vërtet një nga festivalet më të bukura shqiptare. Kalovi një periudhë dhe ne nuk e realizuam dot klipin, sepse yri vera. Dhe të nxirri një këngë të tillë në verë... Ose ri shumë mirë me vjeshtën, me melankolin. Ri me vjeshtën, me dimrin. Dhe më thotë Rovena, kalovi një periudhë, Rovena thotë Genat, kjo këngë është për këngë magjike. E tregon zotërisë nderuar Ardit Xhebres dhe aktualisht jemi në këngë magjike. Aty pastaj është një luftë më vete, ti e di. Tani lufta. Një luftë dhe një siklet që kapin gjithë artistët. Si do votohemi, më dhe aq, më dhe kaq. A ka një moment ku artisti si ty, si Rovena, hyn pa pretendime, jo se nuk beson që kënga është e bukur, po se beson në paqen e tij shpirtërore. Pra, në ndershmërinë tuaj artistike, që le të shkoj si të shkoj, ne do të jemi aty. Si janë këto telefonatat që bien tani, më jep kaq pikë, të jap aq pikë, gjithmonë kanë diskutuar dhe ka pasur debate për mënyrën. Deri tani nuk kemi pasur ndonjë telefonat për pikë edhe për kështu. Po të ra telefonin Gjena e hap apo e mbyll? Jo, do të hap telefonin, po unë jam nga ata njerëz që do t'ja pik ati që e meriton. E kupton, mund ta kem shok ose shoqe dhe mund të kemi raporte shumë të mira, por kur vjen puna për një edicion serioz, edhe për një këngë që ja vlen që është shumë e bukur, do t'ja japësh asaj këngë që është e bukur. Po si mundet ta bësh të diferencën kur jam unë, shoku yt i jetës në festival? Se tani parimisht është shumë e thjeshtë për të do t'i jap pik, po ti aty ke miq e koleg që ke ndarë edhe bukën, ke ndarë edhe... Në një festival nuk ka shok, as shoqe. Unë mendoj kështu. Fantastike. Ndoshta kjo është ajo që artistët duhet ta... Unë mendoj. Neve jemi shok jashtë, jemi shok në për koncerte, kur vjen puna për një edicion të tillë dhe shumë special, ti do jesh shumë korrekt, mendoj, unë flas për veten time, nuk e di si e kanë njerëzit e tjerë. Pra ti nuk do mërzitesh me mua, po them me Malpeçi nëse unë ty t'jap 0 pikë? Edhe shoku im i ngushtë, nëse do jetë rival me mua, të më jap 0 pikë, nuk mërzitesh. Nuk mërzitem sepse ai pëlqen diçka tjetër. E kuptova. Është preferencë. Pra këto debatet thua që janë larg optikës së Gjenës? Basi do na mbetet pak qefi, po. E kupton? Po realiteti është ky. Kënga e bukur mbetet e bukur. Kështu që unë mendoj që të gjithë artistët duhet votojnë për këngën e bukur, jo për shoqërinë. Tani, a ka se sa vite u bën në skenë, s'po i numëroj, dekadat e Gjenës, sa të duash, mbi 30 vite, a ka sinqeritet mes artistëve? Se ne ankohemi për politikanët dhe votimet politike. Temi o babo në Shqipëri bëhet meri. Mendoj se nuk ka sinqeritet. Jo? Ja. E mendoj, nuk ka sinqeritet. Në kështu me fytyra ball për ball mund të ketë maska. Shpirti zemra nga kishte deri në darkë. Po, mbrapa, jo. Je zgënjur Gjena nga miq e koleg që i ke konceptuar të afër dhe s'kan qenë aty kur ti ke dash? Pa tjetër që çdo njeri, çdo artist ka zhgënjimet e veta, kupton? Edhe unë po ashtu, se për shembull kam bërë shumë për shumë
kolegët e mi dhe për artiste kur ka erdhur puna, për shembull, nuk ka lidhje me edicionet, me festivalet. Jo, po largohem edhe nga festivalet. Po flas për përditshmërinë edhe vitet e Genës. Vjen në momenti që secili, për shembull, kur e lidhet interesi është afër teje. Kur mbaron ajo pjesa e interesit, pastaj nuk i bie më telefonet. E kupton, edhe kjo është me të gjithë. S'kam se të mërzitem unë, kupton? Ti fal apo akmeresh? Jam kurios çfarë natyre ka Gena. I fal ose vazhdoj jetën time. Vazhdoj jetën time dhe, domethënë, dhe po të më marrin prap do t'i përgjigjem, e kupton, sepse nuk dua të mbaj marrim me njëri. Tani, ti e di që unë jam shoku ju ti mirë, kështu besoj, po jam edhe një prezantues, autor një programi. Kënga ka pasur reagime të shumta, ka pasur dhe 2-3 zëra që dua t'i ndaj me ty. I duket shumë greke. Çfarë mendimi ke ti për ata që thonë kënga vjen shumë si këngë greke? Po. E vërteta është që kjo nuk është këngë greke, por kush i gënjen njerëzit. Po. Kënga është 100% shqiptare. Është ritmi që është 2/4 dhe ai indikon ju duket kënga greke. Në qoftë se kjo këngë, për shembull, mos ketë atë ritmikën nga mbrapa dhe të jetë me një ritëm tjetër, do t'ju duket 100% shqiptare. Kjo i ka të gjitha elementet, ka një tekst të bukur, ka një melodi shumë të bukur, bridge të bukur, i ka të gjitha komponentet e një këngë të pastër shqiptare. Okej. Por është ritmi që është 2/4 që njerëzit ndoshta konfuzohen. Edhe njerëzit thonë është greke, po nuk është greke. Ndoshta edhe se të kanë parë ty gjithmonë duke kënduar këngën greke. Është edhe mendoj unë vokali jot i zërit. Bravo, base dikon dhe ajo, kupton? Pra unë mbyll syt dhe mendoj Genën me një këngë greke. Kjo këngë mund t'ishte edhe pa ritëm. Mund t'ishte vetëm me një arpeggiato kitare dhe do theshin njerëzit që nga këngë shqiptare shumë e bukur. Por në një edicion të këtillë duhen instrumenta, duhen dramsi, duhet basi, duhen orkestra, duhen të gjitha. E kishe ti si artist profesionist të merak që do ta kesh kuptonin apo do kishin këto debate apo mendon që janë debate të stisura, që ngjan apo nuk është një këngë greke, nisur kjo dhe nga fakti që vihet fitoi një këngëtare me një këngëtar grek. Do me thënë, a do të vinte diçka e ngjashme apo jo? Ajo ishte këngë shumë e bukur dhe unë i përgëzoj ata për edhe Rozin edhe Sanin për materialin që soll, po ajo kishte motive greke. Sepse ajo kishte një bozuk, fillonte që në fillim me një tingull bozuku. Aq më shumë që gjysma e këngës këndohej në greqisht. Okej. E kupton? Kurse këtu s'ka elementet të tillë. Domethënë këtu janë gjithë instrumentet tipik të një këngë klasike. Ka një melodi shumë të bukur, nuk ka nota ose element as bozuk, as instrumenta tjerë që e përgjagjësojnë me një këngë greke. Pra është një këngë mirëfiltasi e muzikës së lehtë shqiptare. E lehtë shqiptare, po. A është kjo një këngë me dinjitet mund të ishte fituese dhe mund të jetë fituese? E zhvesh dot veten nga Gena artist për të thënë që mund të pretendoj kjo këngë fitore? Patjetër. E meriton të jetë dhe fituese, sepse unë mendoj i ka të gjitha elementet për të qenë një këngë fituese. Ka një melodi shumë të bukur, jemi 2 këngëtarë që mundohemi të japim maksimumin tonë, ka një tekst fantastik, por ka më kryesoren, që një këngë kur transmetohet dhe publiku e mëson për njerësh dihet se ke arritur suksesin. Je tek goja e publiku, tek buzët e publiku. Dhe më kam parë në Instagramin tënë, po dhe të Rovenës se ke pasur shumë shere. Çdo ditë në mbrëmje, ndoshta aty është koha kur ti futesh në Instagram, poston shumë që do të thotë ka shkuar te publiku dhe kjo është një fitore. Sukses është ajo kur shkon në publiku. Në momentin që kënga shkon në publiku, atëherë ti i ka arritur të gjitha. Deri tani një këngë që të pëlqen, që është denjësisht në garë me këngën tuaj, si ke parë kolegët e tjerë, apo për shkak të impenjimeve lëvizjeve nuk i ke ndjekur të gjitha? Nuk i kam ndjekur të gjitha, kam ndjekur këta artistët e rinj, e pash me shumë emocion që i vlerësoje, sa të shkonte ajo podiumi i juris. Faleminderit. Në edicion kur isha, aty isha thjesht në juri dhe i ndoqa të gjithë dhe vlerësova ashtu si që ndjenja unë, do më thënë me profesionalizmin tim. Tani, Gena, ty të justifikohet të jesh në një vëndi antarjurie. Pra nëse bëhet një program, do të merja, do të thoja bëu Gena antarjurie për shkak të viteve që ke. Po, fix. Të rinë sot kanë shumë presion për materialet muzikore, kanë shumë presion për klikimet, kanë shumë presion TikTok, Instagrami ti e di, nuk janë kohë që ke një surti. Fix. Çfarë e bën sot një të ri të jetë emër garant suksesit? Çfarë duhet kena ta parasysh mes këtyre presioneve? Çfarë thot baba e muzikës?
e vërteta është që besoj dhe për ju janë këto presione sot, TikTok-u, Instagrami, të gjithë janë presion, kupton, presioni janë kudo. Mendoj se sukses është që ti, kur fillon një këngë, të ketë një melodi ajo këngë. Të ketë një melodi. Që sot ka në këngët shqiptare një melodi? Pak. Se ka shumë njerëz që thonë, ore se kur e kam dëgjuar, ose dëgjuam gjithë këngët e verës dhe janë gjitha njësoj. Sot mendoj që ka shumë pak këngë me melodi dhe kanë filluar, janë gjithë komerciale, një piti njëjtë. Është ai ritmi aty dhe pastaj e përsërisin refrenin 200 herë dhe mbarovi kënga për të qenë më afër publikut, sepse ka ndryshuar dhe tregu, jo vetëm në Shqipëri, po tregu botror. Nuk është më ajo muzika e bukur që kanë qenë në vitet 90, që ishin këngëtarët më të famshëm botror, dhe kjo ndikoi dhe në të gjithë artin botror dhe në Shqipëri. Pra është një sindrom botrore, nuk e shikon vetëm të lokalizuar në Shqipëri. Sindrom botrore. Dhe mendoj se artistët e rinj duhet fokusohen në shpirti. Jo në rivaliteti, të fillojnë të dëgjojnë çfarë ka bërë ai, çfarë ka bërë ai. Kur vetëm në studio ti duhet krijosh diçka që është e jotja personale, është shpirtërore. Ajo të bën të suksesshëm. Në momentin që ti je vetvetja, në momentin që ajo këngë del nga ty dhe ka një melodi të bukur dhe ka një tekst të bukur, ajo është sukses. Po, por ai që dëgjon tani Genën, intervistën tonë thonë shumë mirë foli Gena, po ajo kënga e shpirtit nuk më jep një 3.000 euro në klab, apo nuk më jep një dasëm, nuk më jep një koncert. Nuk e ka provuar. Unë këngë shpirti këndoj. Aktualisht jam në gjitha klapet, në gjitha festat, në gjitha kam vite. Jam akoma në trek, s'do të thot kjo. Kënga e bukur mbetet e bukur. A mundet ti të presësh vitet kesh një boom, se ka një dëshirë për ta bërë boomin që me këngën e parë? A mundet të kesh dëshirën, apo ndoshta edhe vullnetin që ndoshta puno 2-3 vite, 4, ndoshta vitin e 5 ke sukses? Ka një dëshirë për të bërë të famshëm brenda ditës në këtë vend? Shiko, të gjithë artistët e rinj duan që me këngën e parë të godasin. Të godasin fort, pa menduar që domethënë në një treg muzikor janë disa pika që s'është vetë muzika. Janë ca yje që duhet i kesh. Domethënë është ajo bukuria jote që në fillim erë, është kënga e bukur, është energjia jote që të transmeton me publikun, që është shumë kryesore. Domethënë është performanca jote, çfarë shpirti jote, çfarë energji u jep njerëzve, dhe kjo i bën ata komponent që të duan njerëzit. Ti mund të marrësh një këngë shumë të thjeshtë dhe ta bësh shumë të madhe nga mënyra se si ti e jep në publik. Sot është muzika botrore, industria botrore në risk edhe nga AI, nga inteligencia artificiale. Ti sot bën një kërkesë në programe që i ble me 10 euro, dhe dua këngën ritmike, më bën një tekst dhe të del. Pra muzika tani është në risk edhe nga inteligencia artificiale. Dua të shkoj këtu sepse po ashtu, para 30 vitesh ti me zi e kishe të mundu të gjeje një kitar, një bateri, një studio. Do doje të jetoje sot në këto kohë? Jo, nuk jam për inteligencën artificiale për vetëm në arsye sepse jo se s'është teknologji e lartë përsa i përket tingujve ose një vokalit, do më thënë ata ta sjellin shumë bukur, ta bëjnë shumë bukur, as bëhet fjalë, kupton, po nuk ka shpirt. Nuk ka shpirt. Është ndryshe një këngë e prodhuar në studio dhe ndryshe nga inteligjenca artificiale. Mbase më vonë ata do bindet çuditëra. Kupton, mund të marr vokalin ty, vetëm timrin e zërt dhe s'ka nevojë të dalësh fare. Pa punë Gena, se tani edhe mund të riskoni pa punë fare, se do bëhen këngëtar. Inteligjenca i ka të gjitha frikrat brenda. Po, prandaj po them. Megjithatë unë jam për këtë. Çdo gjë që është live është e vërtetë. Tani, unë duat prezentoj me një agent hënor. Kështu quhet agenti i inteligjencës artificiale që ne kemi në program. Është programi i parë në Shqipëri që ka inkorporuar një agent. Kryeministri ka diellën, unë kam agentin hënor. Ky është agenti hënor, të prezantoj Gena. Është gjysëm njerëzor, me taban, gjysëm pastaj është robotik, i cili më ka ndihmuar mua dhe stafin tim në disa materiale për ty. Për shembull, më tregoni pak foton e Genës me Kaçurela, mitiku i gjithë mitiku i gjithë daljeve televizive. Gena ka qenë gjithmonë me stilin e tij. Por jashtë do të jetë Gena pa flok. Kur ti bien interesant. Kur ti bien flokët për këtë popull. Po prapë do ta maskojmë edhe në aq bukur, do duken prapë njësoj. Se sot ka shamie, ka paruke, ka çfarë të duash. Po faleminderit Zotit. Po të shkon.
Tullacëlliku në mënyrë popullore të shkon. Kërkesa e parë që i bëm agentit ishte të lutem na i bëj genën pa flok. Dhe ja si do duke i gena pa flok, pavarësisht se ti thua që edhe nëse për rrethana fizike do të ngelesh pa flok, do gjesh mënyrën të maskohesh prapë. Do gjetë mënyrën të maskohen prapë, ka shami që vjen në kokë, e mbështjell bukur duke si këta të Ari Davidson, kështu që. Tani, shumë veta thonë që të ka rënë një nuk të kohët e fundit. A kujdesesh, a ke bërë ndonjë ndërhyrje, a ke filluar trajton veten. Çfarë ka ndodhur me genën që vizualisht më leo ta them e thonë të gjithë që dukesh shumë herë më i ri. A ke gjetur paqen, a ke gjetur ndonjë sekret që ne nuk e dim, çfarë po ndodh me genën? Paqen nuk e kam gjetur akoma, njerëz e vërteni. Se është shumë e vështirë ta 16 vite me Lorin se gjete paqen. Paqen është shumë e vështirë ta gjesh. Mendoj se paqja është fjalë e madhe, por edhe Lori është kujdesur normal për gjithçka timen dhe ajo ka merita, domethënë që dhe për gjithçka, domethënë për të më kuruar në shumë detaje. Ke bërë ti ndërhyrje në fytyrë? Jo. Jo, mund të bëje ndërhyrje në fytyrë? Mendon që një artist mashkull në Shqipëri nuk duhet të rri më pengi këtyreve? Shko, unda ime është kështu siç është me buzë të trasha, me këto tipare, ashtu më ka bërë Zoti. E kupton, po ka për shembull ti mund të thinjesh, mund t'i mbash dhe flokët e thinjura, se ajo ka fisnikrinë e vet. Unë për shembull përdor atë bojën, domethënë kam disa thinja dhe domethënë mbase ajo më bën që të duke më fresh. Më fresh edhe më i ri, por deri tani Gena thotë që s'kam bërë asgjë që duhet ta mbaj sekret, do t'ja thoja edhe unë. Me që më përmendi Lorin, tani një nga diskutimet në çdo emision kur të ftojnë, përveç se flitet për Lorin, u çmenda më Lori si s'na dole 16 vjet në çdo intervistë. Po e kemi Xhan, nuk shpëtojmë dot nga Lori, ka qenë dasma, pse bënë një dasëm, sa herë ta kanë bërë të pyetjen? Po. Me miliarda herë. Shumë herë. Dhe ty të ka ardhur majtundës, ke thënë për inatin tuaj s'do ta bëj. Jo, nuk është aty. Nuk është problemi se në fakt lidhja jonë me Lorin ka qenë për shumë vite që jemi bashkë dhe e kemi menduar këtë, po kalovi ajo koha pasaj e magjis të dasmës. Po, ky diskutimi hajde martohemi dhe kaq. Dhe lam bazdore, domethënë, dhe përsëri vazhdojmë. Tani, ky agenti që ti shikon në ekran, mendon se nuk ka zhbiruar dhe disa herë artistët nuk thonë të vërtetat. Sa ata jo vetëm që janë martuar, por kanë edhe foto. Dhe sipas agentit të Nor, për herë të parë sot, reagimet e Genës janë dritëruse. Wow. Ja, ku janë fotot ekskluzive sipas agentit të Nor të Genës dhe të Lorit. Ata shkojnë çfarë bën inteligjenca? Ata jo vetëm që janë martuar, po kanë edhe këto foto yll që ju lutem të shohim urdhëro. Urdhëro Lori. Po si më e bëre këtë dasëm dhe asë? Çfarë më bëre më normal do filloj Lori tani do kërkoj dasëm. Shiko si jeni, nuk e di. Ty pa tjetër që të ka realizuar në perfekcion, po ngjashmëria me Lorin është, nuk di. Fotot e dasmës së Genës dhe të Lorit janë kryevepër. Më shumë se origjinale, dhe unë nuk e di nëse duhet jemi të lumtur apo të na trëmbi inteligjenca. Çfarë ndjesish ke Gena kur ti? Atëherë, meqense ne kemi inteligjencë, kemi nevojë të martohemi vëlla. Të lutem shumë. I themi inteligjencës, na bëj dasmën, e ke pa argje, e ke pa orkestër, e ke pa... Nëse do të shpëtosh ti nga këto ti për vetë? Ti nuk do shpëtosh, po do mbledhësh më pak njerëz, do mbledhësh ata shokët tënd, edhe 2 njerëz të shtëpisë aty, edhe i bën fotografit, video të gjitha inteligjenca, u martova. Fantastike fare. Ecim, kam foto të tjera se janë disa foto koleksion nga dasma që në fakt inteligjenca na thotë është bërë larg Shqipërisë, se keni realizuar dasmën në Shqipëri, e keni bërë në Bregdet, edhe gjithçka ka qenë sekret. Edhe Gena me Lorin, si shumë çiftet showbizit, i ndaluan të ftuarit të nxjerrnin fotot, por me sa duket. Në fakt, to janë fotot origjinale të dasmës, tani po i tregon kësë janë inteligjencë. To janë fotot origjinale të dasmës, por mua më pëlqeu që të paktën ti po thua, tani do bën këto foto frymëzim që vërtet të realizohet. Një nga momentet që ndoshta se kishe mendu, po ja që inteligjenca i bën të gjitha. Ndoshta Lori tani, zotëria që ke në ekran dhe që është gjysma jote për 16 vite, e ri mendon dhe njerë, tha se u duka bukur kështu, apo? Është kryevepër. Është kryevepër dhe mendoj se të gjithë, domethënë, t'i bëjnë dasmat,
Po të bëjnë edhe sa fotografi në inteligencë. Ti më the me shaka që në fillimet tona të para e donin, pastaj jeta të rëmben, se janë 16 vite ulltone edhe e arron si gjën. Ka zëra që ti se ke bërë një dasëm, se ke pasur me rakun kush do të këndoj, kë band të marë, sa të ftoj, ti hyja ti deti në këmp. Shiko, këto janë gjërat më të thjeshta për një artist. Unë kisha mundësi të merrja të gjithë këngëtarët, se gjithë shokët i kam këngëtarë, edhe të ftonja gjithë artistët, por jetën e kemi pasur pak të ngarkuar. Jo pak të ngarkuar, por shumë të ngarkuar. Ka qenë një periudhë që në... Këtu është reale kjo foto, që të sjaroj publikun. Nuk kam inteligencë. To janë ultimet që këta të dy bëjnë, që se nuk rinë në një vend. Këtu jemi në New York, po. Është bërë para një viti kjo foto, mos gaboj, po para një viti. Dhe mendoj që gjithë koha ime ka qenë aq aktive, do më thënë sa neve nuk gjenim kohë, do më thënë as për veten tonë për të pushuar, jo për të menduar një dasëm. Se dhe geografia e koncerteve të tua është e tmerrshme, do më thënë sot je në Shqipëri, pas nesër je në Kanada, pas nesër je në Amerikë. Ka qenë një periudhë për shembull që për afërsisht 9 vjet në Kosovë, unë kisha edhe 2 koncerte në ditë. Do më thënë 2 koncerte në ditë. Këndonja për shembull në Prishtinë, duhet të shkonja në Mitrovic, ose duhet të shkonja të kapnja një orar tjetër në Ulqin, dhe të kthesha përsëri se vazhdonte dita tjetër dhe ishte e përditshme. E përditshme. Plus pasaj kisha avionat, i kam 3 pasaporta që i kam me aeroplan, në gjithu zbritu, do më thënë më shumë kemi ndëtur me stuardezat se sa me gratë. E mbyllim këtu këtë intervistë, se kjo që sa po tha ishte shumë e rëndë, do të shkëputemi për pak publicitet, të varim veten, të sjarojmë Lorin që ishte thjesht një shaka, Lori bëri shaka, Lori. Dhe rikthehemi sërish me Genën në pjesën e dytë, me artistin i cili është rikthyer festivalit, me një këngë e cila deri tani është pritur mjaft mirë. Rikthehemi pas pak me Genën te Më pritë dielën. Jemi pra bashkë me Genën, jemi në pjesën e fundit të emisionit Më pritë dielën. Pam disa foto në New York, po vërtet je me koncerte, po duket sikur edhe ja di lezeti në ultimeve. Në Instagramin tënde të Lorit, po ashtu ka shumë ultime. Është një nga gjërat që ti me zi pret, Gena, pushimet? Pushimet i kemi shumë të rëndësishme. Dhe zakonisht neve pushimet i bëjmë o në janar, o në... Do më thëmë bëjmë 2 pushime. Okej. Një pali bëjmë në fund të shtatorit, kur mbaron sezoni, edhe tjetër... Se varet gjithmonë nga sezonet e koncerteve. Edhe pasaj tjetrin e bëjmë në janar, dhe kemi qenë në shumë vende me Lorenën në shumë cepa të botë. Ka momente që tani kujtoni me të qeshur, ndonjë helmim, ndonjë ushqim që s'ju ka pëlqyer, ndonjë humbje fluturimi, në gjithë këto vite që ju keni udhëtuar, ka momente paniku, ankthi, kush e menaxhon më shumë këtë ndjesim? Ka pasur momente paniku, për shembull një herë kur ishim në Ibiza, e ngatruam biletën. E kupton, e dini se që një ditë më vonë, mbajtëm në aeroport aty, e kupton, aeroplani kishte ikur një ditë para. Ase ke lekti tani, mos kupton. Kjo ishte një nga ato, pastaj jemi fokusuar sa herë të shikonim 5 ditë përpara biletat që mos gatrojmë. Të shikoj mirë, mos gatrohemi më. Po, cili është një nga vendet që e ke shiu pa funde dhe i thua Lorit ta ribënim edhe njerë? Ka disa vende ndoshta egzotike që ju jeni impresionuar, po ty ka dhe relax? Afrika, Seychelles, edhe Tajlanda më ka pëlqyer shumë, sepse kam parë edhe këtë ishullin që kam qenë në Afrikë, në çdo sepse më ka çuditur me atë klimë tropikale, dhe sepse bie afër me vijën e Ekuadorit, kur shikonja gjithë ato pemë gjethe të mëdhaja dhe s'kisha parë gjëra është të bukura, dhe atë det shumë të çuditshëm, të pastër dhe të kaltër, dhe unë kishte gjëra shumë që si kisha parë ndonjëherë më para. Më ka mbetur, domethënë, më ka mbetur, dua të vetë edhe një herë tjetër. Mendon që kursimet e koncerteve ja vlen para që ranë të ultimet? Mendon që njerëzit, ata që mundë dhe ka mundësi, ultimet duhet i shohin si një terapi shumë të mirë edhe në çift, edhe për gjetjen e qetësisë personale? Çdo udhëtim është terapi. Çdo udhëtim është terapi. Nëse njerëzit janë, edhe kur s'kan mundësi, mund ta bëjnë një udhëtim edhe me pak lek, po mjafton të ndryshojnë ambientin sepse do t'u bëj mirë. Mjafton të ndryshosh edhe gruan? Mundet ca ultimet i bësh dhe pa Lorin? Tani po të ndryshosh edhe gruan akoma më mirë. Terapia funksionon më mirë. Do me thënë, nuk të mërzitet 16 vjetë që udhëton me Lorin, apo i ndërthurni? Se kam parë dhe foto me miq të tjerë, janë pushimet gjithmonë çift, apo ti sugjeron që edhe mes çifteve? Zakonisht neve në vendet që kemi shkuar pushime, kemi pasur dhe miq.
Dhe kur jem me miq, do më thënë kalon edhe më bukur, se po ti është sa herë 2 veta dhe s'ke qartëtuash. Bëhet monotone gjëja. Është monoton. Pastaj do dalësh në për qendrat tregtare, do dalësh në qytet, se do lodhesh, do mërzitesh. S'mund të rish për ditë në diell, kupton? Megjithatë, unë mendoj që kur i keca shok të mirë dhe për të bërë pushime shkruaj vepër. The, Ermal, kam shumë punë, ndoshta për këtë festivalet me zigje dhe gjetë kohën, eventet e tjera, pyetja është, ku do i çosh gjithë to lek? Këtë pyetjen e bëjnë gratë e lagjit të pallatit, po sigurisht njeriu investon, ka arritje profesionale, private, sepse kjo është jeta. Ka momente që ti mendon që për te lekut gena të riqu pak edhe për veten, shumë aktiv, shumë lodhje, se njerëzit mendojnë që gjithë fishek zjarre kjo jeta juaj, o sa qef. E kuptova, kam filluar jam prequr pak nga i fluksi math i aktivitetit. Edhe për të vetëm në arsye sepse vjen një moment që ti lodhe shumë. Lodhe shumë dhe jeta ikën më shpejt se sa vjen. Ultime se sa. Po. Edhe për shembull kur shkon në Amerika për këto vende të larta, do një javë të rimarrësh veten gena me gjumin, me orare. Patjetër, sepse ndryshon çdo gjë, është cikël ai, është tjetër kohë andej, tjetër kohë këte. Plus edhe kur veten në një vend të ngrohtë që është shumë i nxehtë, vjen këtu, duhet disa ditë ta marrësh veten. Megjithatë, mendoj që domethënë njeriu duhet ta gjejë veten për të bërë. A e di ti sa lekë sot në llogari bankare apo di vetëm Lori? Domethënë si është të menaxhoj akoma pas 16 vitesh koncertet dhe lekët gjysma jote? Ti qosh që ja ke lënë Lorit, po tani unë besoj, po nuk e di tani. Domethënë je i sigurt që ato lekët kur ja jep Lorit do ta verifikojmë. Domethënë jam më thej një gjë, domethënë duhet verifikuar. Duhet verifikuar, ta di njeriu sa lekë ka në gjendje. Po, fiks. Ndërkohë, një nga gjërat e bukura që ishte ti në Instagram ke pafund, si është kur publiku është një zë me genën dhe është ky një nga emocionet më të bukura? Shiko, publiku t'jep aq magji në momentin që është me ty dhe këndojnë këngën bashk, ti je në një dimension tjetër. Domethënë s'ka gjë më të bukur për një artist se sa komunikimi me publikun dhe ata kur ta këndojnë këngën dhe ti heq mikrofonin dhe kupton që ata të duan. Ka qenë një pritje fantastike kjo e Suarekës. Ka qytete që të surprizojnë, pra ti pret që genën e do Korça, ndërkohë të manit Suareka. Kudo, mendoj se Korça më do më pak se sa vendet e tjera. Seriozisht? Po e the me shaka. Jo, ka një të vërtet këtu, po. Shiko. Kam bërë një gjë. Ka shumë artistë korçarë dhe Korça nuk i kam mbështetur sa herë. Kur thua Korça flet për bashkinë, për organizmat atje, po. Nuk e di. Unë jam një nga ata këngëtarë për shembull që për 11 vjet kam qenë profesionist në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë, si dramist në fillim dhe pastaj si këngëtar për shumë vite. Po shikoj domethënë që pra ke qenë i brendshëm. I brendshëm. Në jargonin e punës. Pra pastaj siç kanë erdhur shumë këngëtar, shokët e mi që janë këte. Po shikoj që Korça nuk domethënë i suporton shumë artistët e vet. Domethënë kjo ndodh ndryshe. Unë për shembull kudo të shkoj në një rreth tjetër, ose në Kosovë, ose në Amerikë, ose në një vend tjetër, ose në Gjermani, kanë një pritje më të madhe, jo se bën Korça këtë, po e shikoj që janë neglizhent ndaj artistëve të tyre. Të Korçës. E kanë me genën mendon apo? Jo, e kanë me të gjithë. E kanë ndier me disa artistë të Korçës që nuk marrin. E kanë me të gjithë. Në qoftë se aty bën edicione për shembull, sepse Korça kanë nxjerrë këngëtar shumë të mirë. Pafund. Ka shumë këngëtar të mirë. Që janë të gjithë kolegë të mirë të genës, ti ruan raporte të mirë me ta? Të gjithë kolegë të mirë. Përballë me mua janë të mirë. Korça duhet të jetë t'i suportoj më shumë artistët e vetë. Ky debati është shumë i vërtet, sepse para disa javësh pash një mesazh të Emira Babaliut, që është një artiste ikonike e muzikës Pogadetit të Korçës, dhe Emira thoshte nuk më ra telefoni për në serenatat e Korçës. Jo vetëm kaq, ajo është kryesorja. Mira për shembull është një nga ato këngëtare elitare. Që e përshëndesim se na ndjek në Amerikë. Dhe ajo është nga ato themeluese që e din të gjithë që është pavarësisht ajo jeton në Amerikë, po nuk është këtu. Sa vite festival ka bërë Korça, domethënë është viti festën e birrës sua. Festën e birrës. Qëftohen këngëtar grek, ti je dakord me këtë gjë? Le të ftojnë çfarë duan, s'ka lidhje fare. Jo, flas që jepet prioritet të huajve, nuk ka lidhje me diskutimin grek apo italian. Atë do ta bëjnë
në qoftë se ata kanë fonde dhe i përgjigjen kësaj, ata mund të ftojnë çfarë lloj këngëtari. Unë s'kam probleme nacionale. Jo, edhe unë prandaj e largova, po them italian, po them grek. Po, mund të ftojnë italian, mund të ftojnë grek, mund të ftojnë amerikan, s'ka asgjë të keqe. Por ti ke artistët tënd, të qytetit tënd, të qytetit tënd, që diku tjetër i vlerësojnë shumë se sa ti, domethënë, mbas 16 viteve unë jam në festa e birës së Korçës. Kjo është e çuditshme. Tani ju duhet të reagoni vetëm në Facebook, si që kishte reaguar Mira Babaliu, duhet që ata të ndërgjegjësohen, apo është e ullës që dhe ti të bësh një telefonat të thuash, por e pse nuk e fton këtë genën? S'kam se të telefonat për të këtilla probleme, sepse aty ka një bashki e cila unë mendoj që artistët e vetë duhet i managjoj më mirë dhe duhet i shikoj që këta janë artistët e Korçës, këta duhet i në çdo eventin tonë, pastaj se çfarë ftojnë ata ose çfarë sjellin është tjetër histori. Domethënë se unë kam para aty për shembull që ftojnë këngëtarë që unë s'kam dëgjuar ndonjëherë. Lloj, kupton, që si njeh njëri. Po ti ke artistët tënd që janë korçarë, që din serenata, ti prezanton festën e birës, që është identitet për Korçën. Po. A mos ndoshta ngatrohet komercialiteti me identitetin, pra ndoshta këto festa që duhet të mbeten të Korçës dhe të traditës të mos përzihen me modernitetin, se ai shet, se ky nuk shet, se këte duan klabet. Do me thënë, jetojmë në kohën kur gjërat ngatrohen. Po s'ka lidhje, nuk mendoj kështu. Nuk mendoj kështu sepse gjithë ata këngëtarë që kanë ftuar ata nuk i mbushin klabet. E kuptova. Nuk i mbushin as koncertet. Po bëjmë tani analizën, sikur jam unë kryetari i Korçës. E kupton. Mbase ata e mendojnë kështu, kupton? Ata e din pse e mendojnë kështu, po që mendoj dhe ju bëj domethënë duhet të jenë më të afërt me artistët e tyre. Nuk bëhet fjalë vetëm për mua. Bëhet fjalë për të gjithë artistët korçar. E thash edhe reagimi e Mira Babaliut më preku se pa shumë njerëz që thonin ke shumë të drejtë, po ndoshta do duhet që jo të gjithë të rinë vetëm në Facebook, po të flasim me këtë sinqeritet që Gena e ka të vetën edhe për ta bërë pse jo debat publike dhe për t'i dhënë artistit në qytetin e tij atë që i takon, se kjo është shumë e rëndësishme, aq më tepër kur ti shkon shpesh në Korçë për qef për shembull? Po patjetër. Ka fundjava me Lorin që artistesh në Korçë? Shpesh nuk shkoj, po një herë në 2 muaj shkoj, sepse edhe aktiviteti im është pak i ngarkuar, po që shkoj. Unë përsëri e quaj veten me fat që jam korçar. Dhe i përshëndes gjithë ata korçarë që janë edhe në cepat e botës, që më presin kur vete me një dashuri shumë të madhe dhe me një mall shumë të madh dhe më vlerësojnë shumë. Korçarët e vërtet që kanë vite që kanë ikur, kanë emigruar. Si baba, çfarë parimesh të rëndësishme ke pasur te vajzat e tua, edhe si parime të qytetit të Korçës apo të vlerave të Korçës? Se ti ke folur po ashtu me shumë sinqeritet edhe për dyjet e tua që janë rritur edhe a bërë princesha të suksesshme, të mira në jetën e tyre personale, po ka pasur disa parime të shëndetshme që ja ke trashëguar dhe vajzave? Atëherë, çdo gjë që është biseduar me vajzat ka qenë sinqeriteti im, edhe i kam trajtuar sa herë si shoqe. Kjo ka qenë një nga sekretet e marrëdhënies? Po, do më thënë, nuk ju kam kërkuar, do më thënë... Baba i goca, më shumë si shoqe. Po, shoqe dhe... Sa u bën ato sot, janë rritur mashallah? E madhja tash është 30 vjeç, e dyta është afërsisht 28, janë goca të rritura... Pas me njëra tjetrën? Por janë, me Zotin e madh, janë me kam në tokë të dyja, janë të dyja punojnë, kujdesen për veten e tyre, janë të dashura, mua më duan shumë, respektojnë, kjo ka rëndësi që ato të jenë mirë dhe të jenë për jetën e tyre. Çfarë thanë ato për këngën e babit ADN me Rovena Dilën? Ju pëlqevi kënga shumë. A janë ato dy mikesha shpirti që ta thonë një gjë të mirë për një këngë nëse i pëlqen apo jo? Patjetër. Në qoftë se zota pëlqenin, do ma theshin që kjo këngë s'është gjë. Siç më kanë thënë për ndonjë këngë tjetër që e bukur babi, po mund të bëjë më të bukur. Domethënë për këtë këngë kam pëlqyer shumë dhe ka thënë që këtë këngë keni super këngë. Dhe mua më vjen shumë mirë që raporti është fantastik edhe aq më tepër kur me spritin dhe fëmijës ndërtohet kjo marrëdhënie shoqëror, pavarësisht se ato tani janë rritur dhe bërë goca të suksesshme, është jashtëzakonshëm. Tani po prapa agentin hënor e kemi pyetur se ti nuk na i thua, do bësh sikur je shoku, partneri më i mirë, ku ta di ose çfarë, Lorin po ta marr telefon tani do thot më të këqijat për ty, por jo. Kemi pyetur agentin hënor në lidhje me gjërat që Gena bën mjaft mirë në shtëpi me Lorin, gjëra që ne ndoshta edhe nuk i dim, por që janë meritat e jashtëzakonshme të tij. Më trego pak Megi, Ola në regji se çfarë ka arritur agenti hënor të na bëj si parashikime apo konkluzione të jetës të tij
në shtëpi. Çfarë bën Gena gjithmonë në shtëpi? E para, bën sikur po ndihmon. Merr fshesën, bën një xhiro, këndon, do pastrojmë dashuri dhe e lë prapë te muri. A është e vërtet? E vërtet. E dyta, çfarë bën Gena? Bën kafen vetëm për vete dhe pastaj pyet Lorin, pse nuk e ke pirë akoma kafen, zëmër? E pa vërtet sepse unë kafe nuk e pi. E po, ja që dështon edhe agenti. E treta, bën plane për të ndrequr diçka, 16 vite bashkë dhe rafti pret akoma turnin e radhës. Bën sikur diti rregulloj gjërat, por në fakt nuk i bën. Si e me këto punë të shtëpisë, me vita, kaçavita? Jo, me ato s'merrem shumë, po ja berëm ujë me këto gjërat e tjera. Jo, raqet e veshjet, ithnia aty, do më thënë që dihet që mashkulli është çik Rumujaxhi. Bën selfie me pasyrën, thot agenti, po jo për të parë se sa mirë i ri floku. Je fiksi Maxhi? Për flokët po. Më thuaj që nuk duhet i trembemi agentit. Pastaj, bën rëmuj sa herë kërkon diçka. Dhe pastaj thot me bindje, po unë nuk e preka fare Milori, se bëra unë këtë rëmujën. E ndodh kështu? Edhe ndodh. Bën serenat çdo orë, edhe frigoriferi ka filluar të mbyllet në ritëm 3/4. Jo, kjo s'ekziston. Agent me ritëm nuk di. Bën sikur po shikon film me Lorin, por në 10 minuta gjumë, 20 minuta gëritje, 30 minuta justifikim, isha thjesht në rol mirë Lori, e përfshiva vete në film. As kjo s'është e vërtetë. Se i shikon filma deri në funde? Jo, kur ja fut gjumit unik në dhomë tjetër dhe as e merr vesh njeri çfarë bëj. Po në fakt si jeni me filmat me këtë rrymën romantike në shtëpi, apo ja fusën gjumit të dy? Në fakt me filmat jemi dobët. Dobët, pra dobët. Po pse gënjena? Fillojmë fokusohemi pak në filmin dhe pastaj kapim telefonat, dalim te Instagrami. Ta bëj çik share të këngën unë. Agenti thot, bën në rregullin e vet Gena, unë laj pjata, ti shplani, thot Gjasme Lori dhe pastaj s'dihet kush i shplan vërtet. Pra i bie topi gjithmonë Lorit. Është vërtet? Në fakt Lorit i ka rënë topi sa herë, po dhe unë e kam ndihmuar ndonjëherë, i kam larë. Nënta më pëlqeu, sipas agentit, Gena bën muzikë me çdo gjë, lugët, tenxheret, kapakujt e tenxheres, orkestra shtëpiake në maksimum. Ka gjithmonë tinguj muzike në shtëpi, rëmuj bababum. Jo. Bën humor me gjithçka, edhe kur Lori zëmërohet, ai nis këngën Mos u mërzi dashuri, që ta harroj pse u zëmërua. Lori nuk do asnjë këngë të këndoj. Ndonjëherë kur bëj një demo që më vjen në një frymëzim në moment, pra fillove thoti. Na lë rehat. E kupton? Në fakt për te humorit edhe ritmit të agentit, 16 vite nuk janë 1 apo 2, janë vitet të rëndësishme në qift. Aq më tepër për ju të dy, për te shakave, përveç emocionit dhe dashurisë është dhe marrëdhënia e punës. Ju të dy jeni të pandar. Patjetër. Ka ullë ngritën e 16 vite Gena për te shkëlqimit që njerëzit ka peshën e vetë sepse ajo gjithë kohës është në telefona me njerëzit për shumë detaje, për koncertet, për biletat e avionëve, do më thënë për dasmat, për detajet që kërkojnë çifti ose kupton, edhe ajo i merr përsipër dhe ajo është punë shumë e vështirë, unë e di që shumë punë e vështirë, sepse duhet dalë në takimit, takoj, jo po do vish dhe njerë tjetër, po nuk është një njeri, janë shumë. Dhe pastaj ti thua, o zot sa e fuqishme pas ka qenë, sa e fort pas ka qenë, ka disa merita që të kanë surprizu nga Lori vit pas viti, në raport edhe me punë, në raport edhe për ngulja e saj është e tmeshme, mbase ndikon dhe shenja që është dash. Okej. A kupton? Dhe nuk dorëzohet kur. Nuk dorëzohet kur dhe do më thënë edhe në qofë se si ecë diçka, ajo do të arrijë që ta bëj përsëri. Ta marrë ajo trofenë. Në çfarë momenti mendon që je ti sot Gena? Flas edhe si pjekuri artistike, por edhe njerëzore. A je në një nga momentet e tua më të mira? Në çfarë kulminacioni të jetës tënde je ti sot? Mendoj se jam në atë relaksin tim, ose të ta quaj, do më thënë, në lloj qetësie, do më thënë që shumë gjëra i kam sistemuar. E kupton? Megjithatë njeriu ka kërkesa, dhe unë kam kërkesa, përsëri mendoj shumë gjëra për të arritur shumë gjëra të tjera. Çfarë mendon Gena? Mendon për shembull që ti ke nevojë urgjente të bësh një recitale të gjithë të mblidhemi për ty? Patjetër. E kam menduar shumë herë këtë pjesën e recitalit, sepse unë kam shumë këngë, edhe kam shumë kolegë që edhe mund t'i ftoj të bëhet diçka live, jo playback. E kupton? Edhe do jetë me të vërtetë do jetë një gjë e bukur. Nuk ka pasur mundësi për shkak televizjeve, mendon që recitali është peshë e madhe, pse? Peshë e madhe është sepse në momentin që do fillosh recitalin, ty do duhen 2 muaj të bësh prova me orkestrën, do lesh gjithçka tjetër.
do t'i lesh të gjitha, e kupton, edhe do fokusohesh aty, sepse bëhet fjalë për 2 orë koncert. 2 orë koncerti duhet të fokusohesh të bësh më të mirën. Mbase kjo, ka artista që dhe ju duhet më pak kohë. Unë e mendoj që duhet në dedikimin maksimum duhen të paktën 2 muaj. Për kualitet cilësie flas. Ne kuptoj. Materialet muzikore deri më sot janë ato që kanë kënaq genën, mendon që e ka arritur pjekurinë artistike në lidhje me materialet? Kam këngë shumë të bukura, por unë s'kënaqem asnjëherë. Ka këngë që janë në vlerësuar që s'kanë marrë kur atë që ti ke menduar që mund të merrnin? Po, është një nga këngët që për shembull u bë dhe klip, ishte edhe në festival u bë një klip i madh, edhe është kënga më pa klikuar. Po thua për këngën në festivalin e Dhjetorit? Po, Dhjetorit. Edhe u bë një klip shumë i madh asaj këngë. Edhe në investim, se mbaj mend njerëzit, burimet njerëzore. Po. Edhe është një nga këngët më të paklikuara. Ka këngë për shembull që unë për shembull se kam pritur kur që mund të shkonin aq klikime, kanë marrë klikime dhe domethënë është pak e vështirë me dy presa. Është pak e vështirë për të gjetur dhe shihet e njerëzve. Megjithatë unë s'kam punuar për shihet sesa kam punuar për shpirtin tim. A është sot akoma barometër klikimet? A ka ende sot menaxher lokale që gënjen nga milionat e mia të blera? Ka, po mendoj se nuk ka shumë të vërteta për sa i përket klikimit, sepse nuk ka aq shumë klikime sa duken kur hapin YouTube-in. Domethënë nuk ekziston ajo gjë. Nuk ekziston. Në një popull kaq të vogël, domethënë ti të vesh për 2 javë të vesh 30 milion. Po e kanë kuptuar më në fund njerëzit gjithë të Po njerëzit e kanë kuptuar sepse unë ndjek Malum, ndjek një këngëtar tjetër që janë për shembull i ndjek gjithë bota, kanë treg botror. Ata kanë treg botror dhe kur vjen puna për një muaj mezi kanë 20.000 klikime. Kupton? Ne kemi 2 milion. 20 milion. Ne kemi 2 milion në një orë. Po pra, e kupton? Dhe kështu që klikimet duhet të jenë, nuk është ajo. E dikush është e vërteta, kur del në skenë ti sa të këndohet kënga. Siç pam në video në Suarek për shembull që ishte emocion i jashtëzakonshëm. Aty është suksesi, aty është testi më i mirë. Domethënë shumë këngëtarë që mund të kenë klikime, testohen kur dalin në koncert. Ose në një klub, ose në një, nuk e di ku mund të jenë. Fakti që të gjitha klubet të paktën në Tiranë po rikthehen te live-i, është më në fund një fitore për të gjithë ju që keni këmbgul te live-i këtu e para 20 viteve? Kjo do jetë një fitore shumë e madhe sepse në çdo cep të botës nuk ka playback. Nuk ekziston. Domethënë, këtu playback-u paguhet më tepër se live-i. Që është e tmerrshme. Nuk ka, është njësoj ti tash si të puthësh nga telefoni edhe si të puthësh live. Domethënë ajo puthja e telefonit do të kushtoka më shumë se sa puthja e live-it. Dhe mendoj që duhet pa tjetër që këngëtarët ose të gjithë artistët, ky publik i mrekullueshëm që kemi neve, të verë të dëgjojë live. Jo të gjenjen të presin një biletë dhe të dëgjojnë... Për një gjë me playback. Me playback, po. Tani ti ke pasur ndoshta me më ikonikët, me Norën e me të gjithë artistët çuna atje në Kosovë, me Ledrin, me Ermalin, me Skivin, me shumë. Janë të sinqerta sot raportet me disa prej tyre, apo tani kur disa fluturojnë edhe i për pak vetë janë në qef? Shiko, ka disa artistë që ty të duan për momentin... Kur je zjarë? Kur je zjarë, do më thënë të duan dhe pasaj vazhdojnë serialin. Janë disa artistë, jo disa, për janë shumë në Shqipëri dhe në Kosovë. Do më thënë që sa e gjurmojnë kush është këngëtar in për momentin dhe hajtë të bëjmë një duet. Si që ishte fenomeni me Luizin, që ju turën gjithë, hajtë bëjmë një këngë me Luizin. Ti e mendove një këngë me Luizin, me që e donin gjithë? Jo, nuk e mendova, unë e vlerësoj Luizin, Luizin ka vokal shumë të bukur, edhe uroj suksese. Por, është ajo që kur del diçka një artist që përflitet shumë është në çdo vend në portalet, mundohen gjithë ta shfrytëzojnë. Ti e ke thënë më vret Lori, po të futem në reality, në formatin që të gjithë futen, ndoshta edhe për të patur këtë kapërcimin me koncerte, duke shpresuar që do kenë më shumë lek, më shumë... Mendoj, sepse unë jam, nuk më ndërin një kafas brenda. Mendon që është trampolinë e mirë për më shumë koncerte, më shumë lek, më shumë apo varet nga artistë? Për mua jo. Për mua jo, sepse unë kam aq shumë sa tash po i jeq. Po largoj pak që të kemë relaksim. Edhe për ta çlodhur veten. Jo, jeta nuk është vetëm punë.
Ama jeta është edhe Olimbi para, tha. Se ka Korça kemi nisur shprehjen e famshme. Edhe po i pati ato shumë para prap. Ti negocion, do t'i ikin ato vitet dhe pasaj s'ka asnjë gjë. S'ka asgjë. Çfarë do bësh? A i ke shpirtin Flori, po do t'u ashti, po nëse për shembull e ke 5.000 euro, unë them kam 3, ke bërë negociata një të sa të duash? Kam shkuar dhe pa lek. Okej. Kam shkuar dhe pa lek, edhe për bamirësi kam bërë, si kam bërë kur publike, asnjëherë, se s'kam nevojë pse. Do që bamirësia e vërtet nuk ka nevojë të bërtitet në ekrane? S'ka nevojë. Në qoftë se ti bën bamirësi, bëj bamirësinë, edhe s'ka nevojë ta di njeri, kupton? S'ka nevojë ta di. Tani Gena, e fundit për ty që të marrësh frym kollaj, të thuash më vdiq ky Ermal Peçe, po ta bëni jote një herë në vit këtë muhabet. Kemi vetëm 5 minuta kohë bashkë. Do të bëj pyetjet të cilat duhet i përgjigjesh vetëm me po ose jo. Po. Nëse shkon deri në fund, ke një apartament, me që ato të fundit më tha Lori e keni rregulluar, ke një të ritonin, por të shpresojmë që do të shkosh deri në fund. Pyetjet që do të jap duhet të kenë përgjigje vetëm po ose jo. Asnjë përgjigje tjetër. Gati me countdown edhe në regji, pyetja e parë për Genën është a të bën paraja të lumtur? Po. Do punoje diçka që s'do vetëm për shumë lek? Jo. Ke gënjur ndonjëherë për çlimin e një koncerti? Jo. Do pranoje të ishe anonim, por i pasur? Po. A të pëlqen të njojë në rrugë? Po. A të pëlqen të bëjnë foto me ty në rrugë? Po. Ke bler diçka vetëm për të mburur? Jo. Do hiqe dorë nga fama për qetësi? Jo. A dihesh ndonjëherë i varur nga vëmendja? Po. A ndihesh ndonjëherë i varur nga fama? Po. Ke thënë ndonjëherë të dua pa e ndjer? Po. Do e falje tradhtin? Jo. A ke tradhtuar? Po. Ke flirtuar ndonjëherë me dikën në punë? Po. Ke lexuar ndonjëherë mesazhet e Lorit fshehurazi? Jo. Do pranoje lidhje në distancë? Jo. Ke pasur ndonjëherë lidhje në distancë? Dikur po. A beson tek dashuria në distancë? Jo. Ke gënjur ndonjëherë për numrin e të dashurave? Jo. Ke pasur ndonjëherë një dashuri të fshehtë? Po. I ke gënjur shpesh prindrit? Jo. Ke pasur debate të forta me familjen? Jo. Ke ndihmuar ndonjëherë dikë dhe nuk të ka falendëruar? Po. E ke falur? E kam falur. Je hakmarr? Jo. Të vret mos minjoja? Më vret. Je po. Ke qenë ndonjëherë fajtor për një prishje misrie? Jo. Ke folur keq për dikë që do? Jo. Ke ndjer ndonjëherë që familja nuk të ka kuptuar? Po. Grinde shpesh me gocat? Jo. Me Lorin? Po. Ke fjetur ndonjëherë në kinema? Jo. Ke dalë ndonjëherë nga shtëpia me pijama? Jo. Ke qeshur ndonjëherë në funeral? Jo. Ke harxuar gjithë lekët ditën e parë të rrogës? Jo. Ke ngrënë ndonjëherë fshehurazi diçka të ndaluar? Po. Ke folur në gjumë? Po. Flet në gjumë akoma? Po. Gërhet? Po. Ke dashur ndonjëherë dikë që nuk të donte? Po. Ke bërë ndonjë gabim që të ka kushtuar shumë? Po. Ke kënduar, ke fshehur ndonjë sekret të madh? Po. Ke kënduar për ndonjë sekret të madh? Po. Do i besoje dikujt nga puna jetën tënde private? Jo. Ke bërë diçka ndonjëherë për hakmarrje? Jo. Ke qanë ndonjëherë nga lodhja? Jo. Qanë shpesh? Jo. Ke qenë ndonjëherë afër dorëzimit, ke thënë Gena s'ja del dot? Jo. Ke frikë nga dështimi? Jo. Do provoje ndonjëherë një stil jete krejt ndryshe, pra të ishe këngëtar? Po. Ke dashur ndonjëherë të fillosh nga zero? Po. Ke thënë ndonjëherë jam tek një shok dhe në fakt nuk e qenë aty? Po. Ku ke qenë? Kam qenë studio. Ke përdorur ndonjëherë kodin e komshies pa thënë asgjë? Jo. Ke parë ndonjëherë filma erotik kur të tjerët filmin gjumë? Po. Sheh shpesh filma erotik? Po. Je përpjekur ndonjëherë të ndryshosh diçka te ai që do në rastin e fjalët e Lori? Jo. Të ka ndaluar ndonjëherë krenaria të thuash më fal? Po. A e ke bërë jetën më të vështirë për shkak të skenave të xhelozisë? Jo. E ke marrë ndonjëherë dikën në telefon vetëm për të dëgjuar zërin? Po. Ke pasur ndonjëherë frikë nga dashuria? Po. Beson tek dashuria e përjetshme? Jo. A ke pirë ndonjëherë kafe me dikë që nuk e duron dot? Po. A ke bërë ndonjëherë sigurie jashtë shtetit kur në fakt je në shtëpi? Po. A ke përdorur ndonjëherë fjalën interneti s'po punon për të mos bërë punë? Po. A ke larë ndonjëherë makinën dhe ka rënë shi me njerë pasi e ke larë? Shumë herë. Po. A ke pirë ndonjëherë raki për të kuruar gripin? Jo. A ke dhënë ndonjëherë një dhuratë që të është dhuruar ty më përpara? Jo. A ke gënjur ndonjëherë për moshën tënde në Facebook? Jo.
A ke fituar ndonjë, a e ke futur ndonjëherë barkun brenda për disa foto? Edhe tani që po blasim e kam futur. Gjatë gjithë kohës po mor fryma. Po. A i ke quar ndonjëherë mesazh gabimisht dikujt për të cilin po flisje? Po. A ke bërë ndonjëherë like në një foto të vjetër aksidentalisht? Po. A ke thënë ndonjëherë nuk ka bukë dhe ke përfunduar para 3 pjatave? Po. A ke marrë ndonjëherë dhuratë dhe s'të ka pëlqyer, por ke thënë është fiks kjo që doja? Po. A ke thënë ndonjëherë jam mirë kur nga brenda po digjesh nga xhelozia? Po. A ke bërë ndonjëherë check-in në një lokal luksoz vetëm për të bërë foto? Ja. A ke thënë ndonjëherë burrat nuk qajnë dhe në fakt ke qarë fshehurazi? Jo. A të ka penguar ndonjëherë mentaliteti shqiptar për të bërë diçka që nuk doje ta bëja apo e ke bërë ndryshe? Jo. A ke marrë ndonjëherë një vendim vetëm me zemër por jo me logjik? Po. A e do veten më shumë sot se sa dje? Po. A ke menduar ndonjëherë të ndryshosh komplet jetën tënde? Jo. A ke kaluar ndonjë muaj me shumë pak para? Po. A i ke zili njerëzit që udhtojnë shumë? Po. A do ta fitosh ti kënga magjiken? Po. A do Pse mos e fitoj? A do mërzitesh nëse nuk e fiton ti kënga magjiken? Jo. A ke menduar që këngën duhet ta bëje me një këngëtare tjetër dhe jo me Rovena Dilon? Jo. Pyetja e fundit, por në fakt ti ke fituar. Çfarë bën sot Genën unik e fundit? Çfarë të bën ty sot unik? Sinceriteti. Sinceriteti, dola unë, blof, ju lutem sillni kontratën. Gena ka fituar apartamentin, por në fakt ja ka dalë, do fillojnë njerëzit me shumë përgjigje tani t'i analizojnë, por unë uroj dhe shpresoj vërtet që ti të marrësh më të mirë nga ky edicion. Faleminderit. Nga festivali Kënga Magjike. Ke një bindje absolute që do fitosh, të paktën kështu the, por të shohim si do shkoj puna. Ato janë punët dhe pasaj janë... Janë punët e këngëtarëve. Çfarë ndodh pas Këngës Magjike? Si është menduar sezoni dimëror muzikor? Ka album? Jo, unë jam ka në aktivitet këngë, gjithkohës. Jam në aktivitet. Jam në datat e mia, jam në festat e dhjetorit, jam në festat e nëntorit, jam në festat e vitit ri dhe pashtë vazhdon cikli me kësmet me të madhin Zot. Nëntori është në Shqipëri apo je në Amerikë në këto të larta? Jam jashtë. Kam jashtë. Festat e nëntorit zakonisht i bi jashtë. Çfarë do ti Gena të thonë zakonisht njerëzit për ty? Jam shumë kurios. Çfarë vlen sot për Genën si njeri, si artist? Mirënjohja. Mirënjohja? Vetëm mirënjohja dhe respekti, kaq që nuk dua më tepër. Cila është gjëja që ban vath në vesh edhe pse fizikisht ban vath, po përtek kësaj gjëja që ban vath në vesh si një parim shumë të rëndësishëm jete? Në gjithë to vite që e ke mësuar apo që ndoshta edhe ta kanë mësuar? Vërtetësia. Je sa më vërtet. Ti je i vërtet? Shumë i vërtet. Sa e vërtet ishe sot nga 110? 100%. Unë falenderoj shumë. Faleminderit ty. Isha shumë i bindur që do argëtoheshim edhe do ishe 120% i vërtet. Faleminderit ty. Shumë suksese dhe vetëm të mira. Shumë faleminderit. Ty dhe Lorin edhe bekimin e suksese për këtë emision fantastik. Faleminderit shumë. Ishte Gena i cili është ndër të pakt artist që ka arritur të kapi 5 minuta, dola pak blofë se do na duhet tani t'i gjejmë shtëpinë, por ai është nga ata që thotë Ermal mendo, do të lë 2 javë kohë dhe pastaj e dua. Ne takojmë javën tjetër, unë falenderoj të gjithëve për vëmendjen, më pritet dielën do të vi po të dielën në ekranin e MCN me tjerë miq e të ftuar dhe patjetër me shumë sinqeritet. Se në fund të mbrëmjes, ajo çfarë vlen, Gena e tha disa herë është e vërteta dhe sinqeriteti. Takojmë javën tjetër. Faleminderit.